Dueli I parë I Kupës së Shqipërisë Dinamo Vllaznia, I cili përpos rezultati final 1-1 pati edhe shumë episode të tjera me gola të anulluar, penallti, karton të kuq dhe gjesa antisportive të futbollistëve vendas ndaj kampit kuqe blu, mori vëmendje më të madhe të emisionit Studio Sport, transmetuar mbrëmjen e së endes në RTS Shkodra. Ky shpirt gati demonstron si situata e mendshme shumë e mirë. Kam shtetje tifozë, pra ka gjitha ato gjëra që duhet të ketë një skuadër për me dalë mirë. O them që si mirë Vllaznia do të jetë shumë mirë. Vlerësoj shumë këtë rezultat, këtë lojë. Ma tepër lojën se rezultatin, sepse me të vërtetë jena mërzit që u barazuam në atë mënyrë, në ato minuta shtesë pafund, me atë penallti të them dyshim. Unë do të vlerësoja shumë që në rrashtimin që bën ekipi, me lojtarë që ulonin në stol kryesor, disa lojtarë me lojtarë të ri, të cilët kanë nevojë për minuta, edhe përtej ty në ndryshimeve ne arritëm me zjarr një lojë dinjitoze, një lojë ku ne treguam pretendimet tona për kampionat dhe për kup. Barazimi ishte rezultati po thuaj se më I drejti këtë ndeshje. Është e vërtetë ajo që thotë profesori, pa të raste dyshimta për të dy anëve, edhe nga Vllaznia dhe Partizani, ndaj që rezultati 1-1 është më I drejti. Për vetë mënyrën se si shkoi ndeshja. Por Vllaznia në ndeshjen e kthimit ka një plus. Ai plusi është faktori I fush. Në pjesën e dytë të emisionit u analizuan rezultatet e dobta të Vllaznisë për sportin e volejbollit, ku sipas specialistit të këtij sporti Mark Roçi, tek meshkujt ka ndikuar merkatoja jo cilësore me lojtarë të huaj, të cilët nuk bën diferencën, ndërkohë që në mbyllje u fol edhe për suksesin e Atletik Klub Shkodra në turneun ndërkombëtar të Italisë.